Presidenti serb Aleksandar Vučić është akuzuar për përfshirje në atë që quhet snajper safari në Sarajevo gjatë luftës në Bosnjë, ku të huajt e pasur akuzohen se kishin paguar shuma të mëdha parash për të shtënë drejt civilëve. Kjo u raportua nga gazeta e njohur britanike The Telegraph, ku sipas raportimeve Vučić dyshohet se kishte qenë i pranishëm në njërin prej pozicioneve ushtarake mbi qytet, ku thuhet se të huajt kishin paguar për të qelluar me armë në drejtim të civilëve gjatë rrethimit mes viteve 1992 e 96. Këtë akuzë mohoi kategorisht Vučić, derisa tha se Beogradi i quajti këto pretendime dezinformim politik. Madje për këtë çështje ka ndalë edhe pamje me video ku duket se tani presidenti serb shihej si burri i ri duke udhëtuar në një automjet. Pretendimet kundër Vučićit, të cilat janë mohuar fuqishëm nga ai, janë bërë nga Domagoj Margetić, gazetar hulumtues kroat. Prokurorët italian po hetojnë çështjen, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se akuzat duhet të trajtohen me kujdes dhe të verifikohen plotësisht.